mos harroni. Çdo që të bëni, bëni me elegancë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Elegancjete. Përshëndetje Wenxhi. Përshëndetje Ira, përshëndetje të gjithë që po na shikojnë tani. Jemi shumë të lumtura që më në fund erdhi ajo dita e xhirimeve dhe sot kemi përgatitur shumë surpriza për ju. Le të shkojmë në surprizën e parë, se temën e parë që ne do flasim sot, do flasim se si të vishemi në këtë vit 2021, do të flasim për të gjitha stilet që janë in, që janë në fashion, por edhe të top 5 do flasim për njerëzit që janë konsideruar që ja veshin më bukur në ceremoninë e Grammy në 2021. Mos harroni që kemi edhe rubrikën Top Video dhe te Top Video sot do t'ju japim disa këshilla shumë të vlefshme, pra do t'ju tregojmë se si ti montoni ato dhe ti riparoni veshjet tuaja duke i sjellë në një mënyrë pak më ndryshe. Dhe njëkohësisht në rubrikën Vota juaj sot do të kemi një të ftuar shumë të ëmbël, shumë speciale që do ju pëlqej shumë se ne jemi dashuruar me atë. Kështu që nuk dua fare që të humbim kohë, por të shkojmë direkt tek tema e javës, të ndjekim fillimisht ciklet, pastaj një insert të shkurtër dhe të kthehemi këtu edhe për të lexuar komentet tuaja. Një garderob e kuruar me kujdes është një pjesë e rëndësishme e të ndjerit dhe dukurit mirë. Por moda nuk qëndron e pa lëvizur, që do të thotë se disa artikuj që ishin të modës këtë vit do të duken bajate në vitin 2021. Të tilla si mini çantat duhet të pastrohen nga dollapi juaj. Çantat në miniaturë përmbyten skenën e stilit në vitin 2020, por stilistët paralajmërojnë se çantat nuk do të jenë më pjesë e paradave të modës në vitin 2021. Xhinset e grisura kanë qenë në trend për më shumë se një dekadë, por ditët e xhinsit të dëshpëruar, le ta quajmë, mund të numërohen dhe janë drejt fundit. Rrobat me ngjyra ose si të pikturuara kishin momentin e tyre në vitin 2020, por stilistët parashikojnë që kjo prirje apo ky stil nuk është më në rrugën e duhur. Pantallonat e shkurtra, të quajtura ndryshe pantallonat e ciklistëve, të ngushta dhe të ngjitura për trup, mund të jenë konsideruar veshje për të dalë në vitin 2020, por 2021-shi ka të ngjarë të kërkoj stile të shkurtra më pak kufizuese dhe t'i lini këto pantallona të shkurtra vetëm për në palestër. Këto dhe shumë ndryshime të tjera na presin në stilin se si duhet të vishemi në vitin 2021. E në fakt u rikthyem pas kësaj video të shkurtër. Në fakt aty kishim përmbledhur disa le të themi trende që do ndryshojnë në 2021, nuk do të jenë më aty, siç janë për shembull xhinset e grisura, siç e thash edhe në insert, Ira, këto kanë qenë për një dekadë, të gjithë i kanë pasur. Nuk e di nëse ka njëri që nuk ka pasur ndoshta një par xhinset e grisura, por sipas ekspertëve të modës, do kemi disa ndryshime këtë vit. Unë nuk e di se nëse mund ta quajmë që trend, pra thjesht fjala modë është një term i vogël, është shumë i madh dhe shumë subjektiv. Sepse njerëz të ndryshëm e gjejnë modën apo trendin në mënyrat e tyre, e përshtatin dhe prandaj mendoj që është subjektive, nuk besoj që ka diçka që mund ta quajmë që ky trend është i shëmtuar dhe i bukur, sepse një sy tjetër e shikon ndryshe. Kështu që prandaj jam shumë më krijon shumë kuriozitet thjesht kjo fjalë, pra modë, sepse ka kaq shumë, ka një botë kaq të madhe, ka një larmishmëri sa ndonjëherë nëse ti futesh aty edhe merr informacione humbet. E thua, ku kam qenë? Po, më faktikisht besoj të njëjtën, edhe besoj që duhet të njejkum ato që na pëlqejnë, po në fakt duhet të bëhemi si viktimi modës, sepse moda atë fund ka, ajo bën një circle edhe vazhdon prepe dhe vijnë të njëjtat gjëra. Unë maj për shembull mend që shumë tesa kur kam qenë e vogël në shkollë, pas disa vjetësh thosha këto nuk janë në modë hiç edhe nuk thosha nuk mundem ta vesh më. Por mbajsha sepse ishin cilësi të bukura dhe të mira. Dhe faktikisht tani i veshi prep sepse edhe stili im ka ndryshuar. Edhe për shembull punoj në office, domethënë është ndryshe. Edhe kështu që gjithmonë them që mos jeni aq shumë të afër modës, po të marrni vetëm ato që ju pëlqejnë juve, që ju shkojnë juve, edhe
Atë më tha normali do të pun ka. Normalisht, tani duhet të marrim në mendimin tim, të marrim ato pjesët që edhe për ne janë të përballueshme dhe mund t'i kombinojmë edhe me rrobat që kemi, jo të kapim garderobën tani, hiqi gjitha këto se iku moda. Kjo më duket domethënë një justifikim për njerëzit që ndoshta janë të sëmurë dhe duan vetëm të blejnë. Por mendoj që nuk është se ka një term, nëse një diçka personalisht për mua nuk është në mod, po mua më ri mirë, gjithmonë veshjen e bën personi. Diçka që ndoshta mua më ri është e njëjtë produkt që personave ju rin ndryshe. Kështu që normalisht ta ndiqni modën për gjithë ju që jeni të apasionuar, sidomos blogeret e të gjitha vajzat që kanë qejf sjellin foto të bukura, por mendoj që me karar çdo gjë, kripa, domethënë pak me karar, jo me shumë sasi të mëdha ose të shkoni direkt pas modës, çfarë nxjerr moda. Mendimi im personal është që me karar çdo gjë. Ose mendoj dhënë, por në faktikisht duhet edhe të pranojmë sepse bëhet shumë influencë nga social media dhe në çdo gjë që ti shikon, edhe ndonjëherë kur e shikon diçka për herë të parë, ti thua, "Oh, kjo nuk më pëlqen shumë", por pastaj nga që ti e shikon shumë herë, ajo të vazhdon të pëlqen, kështu që duhet ta ndijmë edhe këtë, domethënë edhe këtë herë të mendojmë, a është me vërtetë ajo që më pëlqen, a është me vërtetë ajo që dua ose që më pëlqen apo jo. Por nganjëherë edhe ato trendet na pëlqejnë edhe nëse ne na bëjnë të njihemi më mirë, pastaj pse jo, ti marrim Në fakt, Ira, ne kemi publikuar pikërisht këtë pyetje, se sa influenconi ju nga Instagrami apo nga rrjetet sociale apo nga të gjitha mediat për të krijuar stilin tuaj ose për të bler veshje ose për të ndjekur modën, dhe shumica e komenteve, siç edhe ti vetë e ke parë, ishin që po influencohemi, janë të pak njerëzit që thoshin për shembull që jo. Fillojmë te Katerina, thot po, shumë influencohen, sidomos tani që bëra 18 vjeç, si duket ka dashur të thotë që okay, tani kam të drejtën, kam lirinë dhe mund të vesh çfarë të dua dhe influencohet shumë, por shumë nga Instagrami. Të shkojmë te komenti tjetër, edhe jo është e voltista dhe thet, as pak veshjen e bën njeriu dhe çdo kush ka bukurinë e tij në stil pa munduar or pa ndikuar në Insta apo media sociale. Shumë interesante kjo e bëtnja. Stilin e vet, njëkohësisht e njëjtën gjë na thot edhe dikush tjetër, thot jo shumë i shikoj, i pëlqej marr mendime se çfarë mund të veshin, thot, sepse ne komunikojmë me veshje. Kështu që edhe kjo është një ide shumë e mirë, sepse ajo e merr mendimin dhe prapë në fund ka stilin e vet. Shumë bukur. Vazhdojmë te tjetra, është Couple BL, edhe jo thet varet, pasi në Instagram shohim edhe vipa që vishen, por nga shumë të tjerë inspirohemi. Edhe faktikisht ashtu është, më duket se nuk mundesh mos të influencohesh as pak. Normalisht. Është një sëmundje Instagrami. Shikoj se ka dikush, po ta kem dhe unë se ndoshta më shkon. Por në fakt Klesta nuk mendon kështu. Klesta thot, jo, thot nuk influencohen fare, pasi unë kam stilin tim dhe ato të Instagramit kam stilin e tyre. Bravo Klesta, më pëlqen shumë vetbesimi jonë. Dhe ndërkohë edhe komenti tjetër që është, si të thuash, e kundërta, thot, në stil thot jo, por mundohem që ti ndjek dhe ti influencojmë tek rrobat e reja që do blej. Pra, unë blej rrobat, nuk influencojmë nga stili i filanit, i X-it, i Y-it, por shikoj çfarë ka bler ai, domethënë është një influencim pak a shumë, por jo në krijimin e stilit, më shumë në veshje. Edhe kjo më pëlqen që kur njerëzit kanë vetbesim të vedi i tyre dhe dinë se çfarë shkonen, çfarë jo, edhe pastaj e rrinë mbajnë atë mendimin e tyre. Pse jo? Të shkojmë edhe te komenti tjetër që është Fioralba, edhe jo thet se nëse është diçka në stilin tim, sigurisht që po. Ka video super interesante, domethënë për stilin. Edhe kjo po është e vërtetë. Të gjitha këto videot me haul, për shembull që vajzat tregojnë si të kombinohemi, njësoj siç edhe ne do flasim tek pjesa e botës tuaj me të ftuarën tonë, kështu që nuk po flasim më shumë për këtë pjesë, sepse ju do ta kuptoni më vonë se. Ndërkohë që Të kalojmë te top 5 tani? Të kalojmë tek top 5. Të shikojmë siglën dhe pastaj rikthehemi.
Sot të flasin si stame për njerëzit që kanë shkuar në Grammy edhe janë menduar se ato janë veshur më të bukur. Edhe të shikojmë fotografinë e parë dhe do ta komentojmë. Ajo është Lizzo edhe po vesh një Versace. Po pres pak sa të shikojmë, si që shikojmë në ekran. Tani ju ka marrë shumë mendime pozitive, edhe kanë thënë që ka shkuar shumë, por ka marrë edhe një negative që thoshin për çantën e saj se është shumë e madhe. Në faktikisht nuk e kuptoj mirë, a është një çantë ajo që po merr në dorë, por është pelushi i saj që lidhet, domethënë nga ana tjetër. Se me të vërtetë nëse është një çantë, është shumë e madhe dhe faktikisht nuk është praktike as pak sepse nuk mund të gjesh gjërat aty brenda. Por i shkon ky stili. Të shkojmë tani te numri 2, që kjo është pak, të them, unë ekstravagant për mua, po shikojmë tani Lil Nas X edhe ai është duke veshur Versace. Shikojmë se të gjithë veshja është roz, është inspiruar nga Cowboys, por pak në stil tjetër. Tani çfarë të them për këtë veshje, Wenzi? Ai ka marrë shumë komente duke thënë që ai ka marrë të gjithë ka kënë qendra të thojmë i eventit. Edhe kuptohet se një ngjyrë rozë nuk është pak nuk është shumë normale për një mashkull, edhe pse nuk mund t'i identifikojmë ngjyra mashkulli dhe femra, por që nuk përdoret shumë dhe për më tepër. Në fakt, Iran, vetë tema e Grammy ka qenë stili retro dhe stilet 90, 2000 dhe këto pak old school, prandaj mendoj që ja ka arritur qëllimit, edhe pse nëse do më vendosin mua tek juria, unë nuk do të quaj një veshje ndër më të mira, por ndër më të çuditshmet po. Po, por edhe faktikisht varet se cili është qëllimi tënd, sepse edhe nga njëra anë i thënë që nëse ty të pëlqen, se jo, është stili jonë, që duash me të, por nëse pyet mua stilin tim personalisht, mua me duket sikur unë po thras, dua të jem në qendër, shikoni. Të shikojmë tani numrin 3, edhe aty do shikojmë Billy Porter, edhe ajo është në BEA East. Ajo faktikisht thot që ka vesh këtë kapelën sepse don të influencion njerëzit që të hekin të gjithë në negativitetin të thojmë e 2020-ës, duke pasur këtë kapelën edhe energjisë e kapelës duket si një perë dhe gati. Tani faktikisht unë nëse kjo kapelë nuk ishte kaq e eksagjeruar, më duket se kjo është një veshje komplet okay, por nga ana tjetër po mendoj, a është sa e sigurt është kjo veshje sepse nuk shikon mirë edhe ndoshta thënë kam ashtu si kur je duke ecë. Unë në fakt kam vetëm një problem me këtë veshje. Nëse do ta kishte vendosur se personazhi që e ka veshur është një mashkull. Nëse këtë veshje do ta vishte një femër, do isha shumë okay dhe do më pëlqente deri diku. Por duke qenë se më duket si një veshje stil pak femëror me ato xhingla-mingla i themi ne, jam pak në mëdyshje për të dhënë mendimin tim. Kështu që nëse do më pyesin mua në vend të parë, për shembull, do kisha vendosur Dua Lipën, që është në vend të katërt faktikisht, ja do ta shikojmë tani në ekran. Është një veshje që mua më ka lënë një shije shumë të mirë. Ajo ka qenë e veshur me Alexander Wang dhe ka qenë një kombinim i stileve 90, 2000 dhe ka qenë fix një stil jo shumë i tepruar, i thjesht, klasik, nuk e ka tepruar Dua Lipa dhe na bëri prap krenar siç na bën gjithmonë me veshjet me këngët, kështu që për mua Dua Lipa duhet kishte vendin e parë. Por nuk më pyeti njëri, kështu që të shkojmë tek vendi i fundit dhe vendi i 5 është pikërisht princesha e popit, Ariana Grande. Ariana Grande kishte veshur një fustan gri, një fustan shumë të madh, pothuajse si një princeshe vërtet, edhe në ditët e sotme ndoshta një princeshe do vishej kështu. Ariana Grande ka veshur një veshje të Gran Battista Valli, nuk e di nëse lexova mirë emrin sepse nuk e kam dëgjuar. Por edhe pse Ariana Grande ka veshur si të thuash një stil princeshas, thuhet që asnjë nga mbretërit apo princesha deri tani nuk e ka bërë grin të duket kaq bukur sa Ariana Grande, kështu që bravo Ariana Grande. Keti një të preferuar Ira nga këto veshje? I shkon faktikisht kësaj kjo fustan.
Edhe mua më duken ato 2 e fundit ishin shumë të bukura, ose 4 ose 5, janë shumë të ndryshme, nuk mundem faktikisht të them se më pëlqen më shumë, por sigurisht 2 e fundit. Okej. Atë shkojmë tani të top video, sepse kemi dhe aty disa ide shumë interesante, edhe këtë herë ne kemi menduar që ju tregojmë disa video se si mundeni ju të modifikoni teshat e juaja që janë të vjetra, edhe nuk doni t'i veshni prapë përsëri ashtu si janë, doni pak një ndryshim. Të shkojmë se të kemi disa ide shumë të bukura. Po, ndjekim siglën fillimisht dhe pastaj kthehemi për t'i komentuar. Wenxhi, tani të shikojmë videon e parë dhe dua të më thuash edhe ti se si mendon për këtë video, sepse mua të gjitha këto gjërat më janë dukur shumë interesante, po pres tani derisa të vinë video e parë. Por po shikojmë, është një bluzë që asaj faktikisht nuk i pëlqen shumë, është një bluzë që më mendoj se shumica e njerëzve e kanë, shumica e grave dhe burrave është unisex, edhe kjo don të ben me të shkurt, ashtu si është edhe moda, dhe faktikisht më pëlqej shumë mënyra që ajo e bëri atë si nyn, edhe mundesh të bësh edhe brapa edhe para. Që është një ide shumë e bukur, Wenxhi, edhe faktikisht dua ta provoj. Nuk e kam provuar asnjëherë kështu me këtë si shall të vej atë. Por nuk na ka shkuar ndonjëherë mendja. As e kam menduar ndonjëherë, po duket shumë e bukur si video. Edhe veshja duket që ndryshoi komplet. Kështu që ja, kjo është një ide shumë e mirë që të gjithë, edhe unë personalisht dhe ti ndoshta do ta provojmë. Kështu që provoj zman, sepse mua më pëlqejnë shumë faktikisht ato shallet edhe ngjyrat si aksesore më pëlqejnë shumë. Edhe më duken shumë chic. Edhe këto fjongot. Të shkojmë tani te video e tjetër, që është video e dytë, edhe këtu shikojmë një bluzë të tjetër prap shumë të thjeshtë, më mendoj se shumica kemi edhe këtë një tip kështi, domethënë në shtëpi, edhe prej në vende të ndryshme siç e shikoni. E përshkon, është një përshkim shumë i thjeshtë, e qep, edhe kjo më pëlqej shumë faktikisht që nuk e harxhon shumë kohë për ta qepur. Edhe pastaj, voilà! Edhe ndryshoi komplet, edhe faktikisht kjo është shumë në modë, të gjitha këto teshat që janë të shkurtra, të gjitha këto bluzët e shkurtra, me një pantallon që është ka mesin nelt, duket shumë bukur. Kështu që është një ide shumë e bukur. A është një diçka që do provoshe ti? Edhe këtë? Mua nuk ja them shumë për këto pundore, po kjo duket shumë e thjeshtë, kështu që ndonjë bluzë që nuk e kam se ja ta provoj. Thjesht sa për ide, ndoshta dhe pastaj do bëj edhe një video TikTok për nëse funksionon. Se jo. Ndërkohë që kemi edhe 3 metoda të tjera, pra 3 video të tjera, 3 ide të tjera, të shkojmë tek e katërta. Këtu kemi një vajzë që provon një palto ose një pardesy dhe nuk i pëlqen, kështu që çfarë bën? Merr gëshërët, edhe e pren në mes dhe pastaj në fund do shikoni një super stil. Shikoni, ja po e pret vajza, direkt edhe veshur, domethënë i ka kopsit aty, edhe nuk e di se sa e vërtet dhe se sa e besueshme është kjo video, sepse duken shumë perfekte kostumi që krijoi. Po, vetëm se për shembull shikova se nga që nuk e qepi as pak, pjesa të lartë, më duket se nëse ti do ta shikosh për afër nuk do të jetë shumë e bukur në fund aty të xhaketës, po më mendoj se nëse ajo do ta qepte ose ka edhe disa që janë si fije që ti vën edhe përdor pak edhe hekur, edhe njitën ata, edhe nuk ke nevojë me qep, por e kthen atë, domethënë copën, edhe pastaj ajo rrin në vend edhe duket kështu më diçka që nuk e ke parë në dorë, nuk e ke bërë shumë shpejt, duket pak më chic. Ideja është e bukur, por unë nuk e di nëse do guxoja ta prisja një palto apo një pardesi, duke mos e ditur që si do dali, kështu që kjo nuk është për mua, por të gjithë ju që doni ta bëni, ja po keni videon. Mënyra e katërt, do kemi një video tjetër që edhe ju do ta shikoni tani. Ka plot mënyra se si ne mund t'i bëjmë rrobat të funksionojnë. Dhe ja po shikoni videon e radhës, është një vajzë që duket që ka një fustan të grisur, le ta themi në një vend dhe pastaj merr një, si të thuash, një fije të bukur, edhe e vendos aty, hap edhe disa vrimat të tjera, disa pjesë të tjera përveç asaj që kishte, i kryqëzon komplet edhe pastaj del një diçka shumë e bukur që e bën dhe fustanin
shumë herë më të bukur se sa ishte dhe shumë herë më modern. Që shikojni, mund të kombinoni ngjyrat, për shembull, atë pjesën e nuk e di fies ose si mund të quhet, mund ta merrni me ngjyra të ndryshme dhe duket si një dekor që i shtoni rrobës tuaj përveç se e riparoi. Kjo ishte shumë ide e bukur, më pëlqej shumë, sepse faktikisht pastaj nuk ke pse ta hedhësh atë teshën e man prep, edhe ke diçka të re. A ke ndonjë preferencë nga të gjitha këto Wenxhi, cilat Në pëlqejnë? fakt kemi edhe një të fundit, nëse nuk gaboj, kjo ishte e katërta dhe pastaj do ta them se realisht e kam. Por të shikojmë dhe të fundit që mos t'i ngelet hatri, videos së fundit, edhe pastaj normalisht ja, këtu kemi prap një bluzë të thjeshtë, të shkurtër dhe e pret direkt tek pjesa e jakës, pjesë katrore, i vendos disa llastik, ta themi, ja qep nga brenda, dhe pastaj do ta shikoni fala. Shikoni, kjo është një ndër bluzat më në stil dhe më trend të momentit, që është me krah të hapura dhe me këto pjesën e frullave të qapa. Kjo duket shumë e thjeshtë tira, nuk e di nëse është kaq e thjeshtë në të vërtetë. Nuk e di se unë faktikisht nuk kam provuar asnjëherë me kalu kështu atë elastikun, por kemi shumë ide që të vënë pak mendjen të punojnë edhe the se do të provoj edhe unë këto, sepse jam e sigurt se kam disa bluza të tilla që mundem t'i ndryshoj pak. Cilat tani të pëlqejnë më shumë Wenxhi? Besoj e para, më pëlqen më shumë se ishte edhe më e thjeshta. Nuk mendoj që jam kaq e zonja sa të realizoj këto mënyrat e fundit, po që ideja është shumë e mirë që t'i përdorim rrobat sërish. Faktikisht edhe mua e parë më pëlqej, nga për atë që thotë ishte shumë e thjeshtë dhe bën shumë shpejt. Të kalojmë tani te pjesa tjetër e misionit ton, që është bota e juaj. Edhe, siç e dini, në botën tuaj ju jeni në qendër. Mos harroni që të na kontaktoni në Elegance Jetë në mënyra të ndryshme, në Instagram, Facebook, kudo që jeni juve, edhe të bëni pjesë e këtij mision. Sot do të kemi një blogger që do ta njihni vetëm pas pak. Ne kemi përgatitur një insert të vogël për të, kështu që ndiqni insertin, ndiqni edhe siklin dhe pastaj kthehemi bashkë me të. Gjilda Braçe është blogerja që do na shoqërojë ditën e sotme. Për shumë nga ju, ndoshta e panjohur. Por nëse do t'i hidhni një sy profilit të saj në Instagram, do zbuloni një thesar të bukur me foto të kuruara sikur të ishin të pikturuara. Gjilda ka studiuar për arkitektur, por pasioni për të bukurën e për artet ka lindur bashkë me të. Por fotot e bukura nuk janë i vetmi aksesor që shohin tek Gjilda. Pozitiviteti dhe bukuria që ajo dhuron nuk ka të bëjë vetëm me fizikun, por me shpirtin artistik. Mund ta themi lehtësisht se Gjilda ndërthur në mënyrë më perfekte të mundshme stilit vintage, ekstravagante, duke na dhuruar ndonjëherë edhe copza të një pariziene të lindur në Shqipëri. Nga pasioni për artet, zgjodhi të studionte arkitekturën për të bërë të mundur ndërthurjen e shkencës me artin. Profilin e blogeres, Gjilda e filloi shumë rastësisht, duke marrë shtys nga të njohurit, të cilëve ju bënin për herë përshtypje kombinimet e veshjeve të saj. Pas këtij inserti të vogël të përgatitur për Gjilda dhe tani kemi mundësi të ta pyesim mirë këtu vetë personalisht. Faleminderit Gjilda që je pjesë e Elegance Jetë për sot. Shumë faleminderit juve për ftesën, është një kënaqësi. Faleminderit se erdhe dhe javë. Mirë se ju gjeta. Atëherë Gjilda, ne kemi përgatitur disa pyetje për ty, duke qenë se na ranë në sy profili jot në Instagram, që si të thash edhe tek videoja, ishte me foto shumë të kuruara. Shumë faleminderit. Ne duam eksperiencën të lutem, ne duam eksperiencën tënde si një blogere, të na japësh përjetimet e tua nëpërmjet përgjigjeve që do na thuash. Je gati? Patjetër, shumë gati. Te pyetja e parë, si misdita e një blogerie? Sa kohë të duhet ty për të gjetur atë veshjen e duhura? Kjo është ajo për sot.
Atëherë pas zgjimit të mëngjesit, kujdesit ndaj vetes, vemi direkt te dollapi i rrobave. Dhe ka raste kur kombinimet e rrobave i mendoj në moment aty, më lind ideja. Ka raste që i kam menduar nga një ditë më para, ka dhe ditë kur them nuk kam çfarë të vesh. Dhe në ato ditë unë kam diçka që kur krijoj kombinime apo mendoj edhe për foto që çfarë foto do realizoj, i mbaj shënim. Që në ditët kur moodi im nuk është në on top, shikoj shënimet që kam mbajtur, kombinimet që kam krijuar dhe kështu vazhdon. Po e kish pjesë një tip kështu i bukur, sepse është se nuk jo çdo ditë mund të jemi në atë formën tonë më të mirë dhe ka raste kur vërtet nuk dim se çfarë të veshim, kështu që e bukur. Por cilat mendon ti që janë kombinimet më të preferuara, më të pëlqyera për këtë vit? Atëherë duke qenë se jemi në stinën e pranverës edhe sa më shumë ngjyra, aq më mirë është, motivet florale vazhdojnë të jenë, ngjyrat pastel gjithashtu, printe do t'i shikojmë shumë, por unë do thoya disa nga veshjet që do jenë trendet e këtij viti, nuk duhet të mungojnë jakat në këmisha, në fustane, i kemi parë dhe gjatë dimrit, do të shikojmë tani ato jakat sikur na i kanë qëndisur gjyshet, janë shumë minë, këpucët të stilit mocasino, edhe ato përsëri. Gjithashtu, si vjet do të shohim edhe minifundet, dhe sidomos kostume që janë xhaket me minifunde, do të jenë përsëri shumë të dashura dhe shumë të përqafura nga të gjithë, do të shikoni të gjitha blogeret. Këto do thoya pak a shumë. Dhe guxoni me ngjyrat, me stilet e ndryshme, si përqafojnë trendet që kanë dalë. Gjilda, ti na folë disa terma, për shembull që unë personalisht nuk e di për ire, nuk i njoh këto këpucët që përmende. Janë ato studion për shembull, e studion modën, apo lexon shumë, apo nuk e di si merr këto informacione. Lexoj dhe gjithashtu ndjek nga pasioni që kam për modën, gjithashtu ndjek edhe kur janë fashion weeket ose në Pinterest që i shikoj ose nëse mundem në faqet e firmave më të mëdha, kështu që inspirohem dhe shikoj çfarë nxjerrin ato në spilatat e tyre. Ne mundohemi që t'i gjejmë në dyqanet ku ne mund t'i kërkojmë këtu, në vendin ku jetojmë. Dhe t'i përshtatemi pak a shumë. Gjilda, nuk e di për aksesorët. A janë ata ka një pjesë të rëndësishme në veshje, apo këtë vit nuk do jenë aksesorë, dhe ti për shembull ke ndonjë aksesor që nuk e ve asnjëherë më njanë, që thua pak këtë dukem si e zhveshur, veshja ime nuk funksionon. Atëherë aksesorët janë gjithë kohën me aksesor komplet veshja jote transformohet, ti mund të veshësh një t-shirt shumë të thjeshtë, një këmishë të bardhë të thjeshtë, dhe vetëm duke i vendosur një varse apo një shall, e transformon dhe e kthen shumë herë më të bukur. Gjithashtu edhe kapelet nuk duhet të mungojnë, sidomos tani që po vjen edhe vera, kapelet e kashës gjatë dimrit, por edhe tani kemi parë ato buket hec që janë si kapele peshkatari që i themi ne në gjuhën tonë, dhe ato janë shumë minë. Shallet nuk duhet të mungojnë, çanta, syze që janë aksesor super të rëndësishëm. Unë pas syze më duket edhe në ditë me shitem do vendos fshirë se xhamash e syze, sepse nuk mund t'i heq. Që kanë një rol shumë të rëndësishëm. Po si mendon ti tani nga ana që ti thua që ti lexon shumë, po a mendon që ndonjëherë është edhe pak e vështirë për shembull të krijosh atë lukun që është më shumë në fashion këtë herë? E vështira mund të jetë vetëm në vendin ku jetojmë, nuk kemi një treg shumë të gjerë se ku mund t'i gjejmë ato gjëra që duam. Dhe shpesh më ka ndodhur që ose kam qepur diçka që të realizoj atë që është në modë, ose shikoj te dollapi i mamit, i babit, ku mund të gjej diçka që ta sajoj, sepse po të shikojmë, moda rikthehet, dhe kështu që mund të gjejmë ndonjë nga ato fustanet me motive floreale, për shembull, po të shikojmë në dollapin e mamit, edhe ato dikur i kanë përdorur, kështu që moda rikthehet edhe mund të gjejmë edhe aty gjëra goxha të bukura dhe interesante. Në fakt, kjo më ka ndodhur edhe mua, Gjilda, kështu që ta besoj, i ka marrë pasi të gjitha ato këmishat me janë bedrije. Po.
Po, edhe duke i vendosur një rip apo një aksesor tjetër e sjellin më in edhe më për kohën dhe stilin ton. Po. Tilda, unë të thash pas më parë që ti ke foto shumë të kuruara. Dua të më tregosh sinqerisht procesin e një fotoje. Sa foto merr, editimi, realizimi, ose në çfarë filtra shkalon një foto që ne den për Instagram. Duke qenë se qef vogël e kam pasur shumë qef si modën, si fotot edhe ka lindur shumë natyrshëm edhe pozimi i fotove, por megjithatë me kalimin e kohës kanë ardhur duke u perfeksionuar, duke mësuar ato hilet edhe truket e vogla për këndin e dritës, për sfondin mbrapa, ku duhet të jemi që të dali fotoja akoma edhe më bukur. Dhe sot mund të them që nuk është se më merr aq shumë kohë fotoja për ta bërë, sepse pak a shumë e kam mësuar se ku duhet të dalë. Gjithashtu edhe për filtrat mundohem që mos të përdor shumë, okay, bëj ndonjë rregullim të vogël nëse ka ndonjë pushër ose ndonjë papastërti, domethënë që të dali fotoja më e mirë për një Instagram për të përshtatur, por mundohem që mos ta teproj me filtra dhe të jetë sa më afër natyrales. Kjo faktikisht më pëlqen sepse shikojmë shumë herë filtra shumë të eksagjeruara nëpër Instagram edhe pastaj shumë njerëz thonë se kështu është bukuria, por faktikisht krijojmë një ide që nuk është reale as pak. Po ti mendon se shqiptarët veshen mirë ose veshen në fashion në mendimin tënd? Unë mendoj se shqiptarët e pëlqejnë modën edhe të bukurën, e përqafojnë dhe duan dhe mjaftojnë që një xhiro të dalim në qytet apo në kafenet u shikojmë të rinj dhe do shikojmë vërtet të rinj të veshur shumë bukur. E vetmja gjë që më vjen keq këtu është sepse nuk kemi mundësi dhe një treg shumë të gjerë ku ne të gjejmë atë lloj stili që na përshtatet, rrobat që duam apo ato që janë më in të momentit. Dhe shpeshherë ndodh që nuk do thoya të kopjojmë, por që pak a shumë nuk ruhet identiteti duke qenë se nuk gjejmë dot gjërat që duam. Megjithatë, a është kollaj me blej për shembull nga Shqipëria, por do të jenë shumë shtrejt për shembull të binë gjëra është kushton pjesa e transportit dhe kjo është e vështira, që dogana vetë shumë dhe nuk është shumë e leverdishme, prandaj edhe ka të shumë faqe në Instagram që bëjnë blerje online jashtë dhe t'i sjellin ata dhe është me një lloj kostoje më të lirë. Me që dole tek dyqanet online, Gjilda, ne dim që ke edhe një dyqan online tëndi. Po, e vërtet. Që si lindi ideja, është pyetja e parë dhe pyetja e dytë do ishte çfarë blejnë më shumë vajzat shqiptare, për shembull te dyqani jot nga eksperjenca jote personale. Ideja lindi faktikisht unë nxjerr më tepër rroba që mund t'i kem veshur vetëm për një foto ose një herë veshur dhe duke qenë se të gjitha gocat më shkruanin, më komentonin që shumë e bukur veshja, ku e ke gjetur, duam dhe ne. Dhe kështu që lindi ideja që pse jo mos i ndaj me një çmim normalisht më të ulët, ashtu dhe unë i vesh e kënaqe bëj një lloj fotoje, se duke qenë se kemi blogun edhe je i detyruar që mos të sjellësh gjithmonë të njëjtën veshje, do të sjellësh gjithmonë gjëra të reja. Për mos u hedhur poshtë, për mos ikur dëm, edhe gocat e tjera ngelen të kënaqura dhe unë gjithashtu dhe kështu që ndihmoj njëra tjetrën. Super ide. Po ti mendon për shembull ndonjëherë kur bën një fotografi dhe thua, e kam vesh këtë teshën edhe nuk dua të vesh të bëj fotografi apo mundohem që ta sjell në një lloj forme tjetër që mos jetë një ta veshje, duke qenë se unë jam më shumë e fokusuar te pjesa e veshjes në blogun tim. Mundohem që ta sjell edhe sikur e njëjta veshje, një ta xhaketë apo një fustan, po në një lloj forme tjetër që duke inspiruar edhe gocat e tjera, domethënë, për të krijuar look të ndryshëm. Jo i njëjti look. Po. Edhe për shembull në mendimin tënd, cilat janë ngjyrat për këtë periudhë që janë më shumë trende, më shumë in, edhe pastaj ka një kombinim ngjyrash që ty të pëlqen shumë, që për sytë e parë për herë të parë nëse të duken pak ato nuk shkojnë, por në faktikisht shkojnë. Atëherë ngjyrat e këtij viti janë e verdha dhe gria. Megjithatë do shikojmë shumë edhe rozën, atë rozën e Barbie që i themi ne. Gjithashtu edhe siç e thash edhe që parë që pranvera i pranon të gjitha ngjyrat pastel, motivet florale nuk dalin asnjëherë, do thoja unë nga moda, sidomos në stinën që jemi. Megjithatë unë do t'i ndaja kombinimet në
3 lloje kombinimesh janë ato të ngjyrave monokrom me një lloj ngjyre ti të luash me tonalitete dhe i del një kombinim fantastik. Janë ngjyra që janë të përafërta, për shembull jeshilja me të verdhën ose roza me portokallin. Dhe gjithashtu dhe ngjyrat me super kontraste që neve do thoshin wow, pse do shkoj kjo ngjyra dhe po ti kombinosh ose të luash me aksesorë do dukeshin vërtet bukur. Kemi blun me të kuqen ose jeshilja me të kuqen që kur e dëgjon për herë të parë thua që pse vërtet shkon, por shkojnë shumë. Jeshilja me lejlan gjithashtu shkon. Roza me portokallin do dukeshin shumë bukur. Do me të duhet të luaj me ngjyrat, por gjithashtu po ti vendosin ndonjë aksesor, ato marrin tjetër formë me gjithë veshja. Edhe më mendja që ka të bëjnë edhe për shembull çfarë roze përdor ose çfarë Po, portokall. dhe tonalitetet normalisht që duhet t'i përshtasin. Po. Po. Po, në fakt, Gjilda me që dorën tek ngjyrat, edhe unë kam menduar gjithmonë që ajo ngjyra e kuqe me purple lejlan, Po. si mund të shkojnë, dhe pastaj e kam parë në, nuk e di, në MTV ose në diçka në çmimet AMA, kishte veshur Taylor Swift nëse nuk gaboj, Po. një top lejla dhe një fund kuq ose diçka, dhe më tash wow, Po, sa dhe duhet bukur. shumë bukur, po. Ose Po. gjithashtu e verdha me rozën, po ti dëgjosh thua janë dy ngjyra që bien shumë në sy, po ti gjejnë tonalitetet e dukura, ato do duken shumë bukur me njëra tjetrën. Në fakt Gjilda, pyetja e radhës ishte pikërisht që çfarë këshille do t'i japësh ti vajzave që kanë pëlqejnë stilin tënd, ti e fillove me ngjyrat, me këshilla për ngjyra, nëse ke edhe diçka tjetër për të ftuar, ka shumë vajza që besoj e gjejnë stilin tënd shumë interesant. Dhe si mund t'ju japësh një këshill ose një ide si ta gjejnë edhe ato një stil të tyre? Atëherë unë do thoya që të guxojnë me ngjyrat edhe trendet gjithashtu t'i pranojnë, duke i sjellë në stilin e tyre dhe t'i përshtasin tek vetja e tyre, sepse dukura e bukur dhe stili të dukurit bukur është që rroba të fletë ty dhe të ri mirë tek ty dhe do duket akoma më e bukur një veshje, domethënë ti flet me atë veshje dhe ajo qëndron shumë rahat dhe shumë bukur tek ty. Nuk duket si diçka e huaj e veshur tek ty. Shumë bukur në fakt, me shprehjen që ti sapo te veshja flet, komunikon, nuk ka një shprehje më të bukur për ta mbyllur intervistën. Ne të falenderojmë shumë fare dhe të urojmë shumë suksese edhe me faqen tënde online të veshjeve. Dhe pse jo, ndoshta do shihemi edhe në ndonjë episod tjetër. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi dhe një bisedë shumë e këndshme së bashku. Faleminderit. Faleminderit. Unë edhe besoj që me të vërtetë kemi dhënë disa këshilla shumë të bukura sot, kështu që gëzojmë të rikëqymë. Shumë faleminderit dhe juve. Okej, pra ja edhe Gjilda iku, na dha këshillat e vlefshme dhe neve duhet që t'ju themi edhe juve mirupafshim, edhe pse na vjen shumë keq, por kjo ishte edhe pjesa që ne kishim menduar të sillnim tek ju sot. Kështu që shumë faleminderit të gjithëve që na ndoqët dhe mos harroni që çdo të marrë do e keni sërish episodin e ri të Elegancë Jete. Mos harroni të na komentoni të Elegancë Jete, presim shumë, komentet e tuaja na pëlqejnë shumë. Edhe gjithmonë mos harroni çdo gjë që të bëni. Bëjeni me elegancë. Bye! Pafshim. Mos harroni, çdo gjë që të bëni, Bëjeni me elegancë.